Sonde kemi dasëm, por përpara se të shkoj tek dasma që do të mbaj Selin dhe Gimbo që sigurisht do të prodhoj dinamika, uroj, jo dashakejse nga Rogerti, nga Joela dhe nga Miri, por dua të fokusohem tek një shpërthim që ka tani në rrjetet sociale për përqafimin në mesnat midis Mateos dhe Brikenës. Sigurisht që të dy janë në syrin e audiencës dhe në syrin e ndjekësve të tyre që i kanë të shumt, ajsa i çojnë dhe drona 2-3 herë në ditë. Kjo kuptohet që i pëlqen ata të dy si personazhe edhe kimia që kanë të dy. Nuk është ajo kimi e llatarshme që mund të shikojmë në për telenovela apo dhe në format të tillë si Big Brother, ku kemi parë çifte në edicionet të kaluara që e kanë konkretizuar menjëherë raportin e tyre, që janë lidhur e më pas kanë pasur një bashkëjetesë me ato polemikat, por në rastin konkret Mateo dhe Brikena janë një lloj lezeti i çuditshëm, ka një lloj kimie kur ata të dy përqafojnë që kuptohet menjëherë në rrjetet sociale dhe bëhen menjëherë virale videot, siç u bën në mesnat ku nga ora 3-4 e mëngjesit ose pak më herët një këngë që u vendos në sfond që u bë asa kohë edhe për surprizën që Mateo i bëri Brikenës, Të dua, pati një lloj shkrirje të Brikenës në përqafimet e ngrohta që adhuroi Mateo, dhe kjo është një sinjal për gjithë ata që pëlqejnë dhe duan ta shikojnë këtë dyshe që ta avancojë dhe ta finalizojnë këtë raport që ka midis tyre drejt një çifti, por nuk është e thjesht pasi i kanë ende ato gricet, i kanë ende ato hundët me njëri tjetrin. Mateo që thot unë dashurinë time e jap pa limite, kurse Brikena si thot që ti e ke me karar, e ke të programuar apo e ke kur ty të vjen. E kanë pasur sërish diskutime për ato hatërmbetjet e vogla që kanë, por në atë që unë shikoj që ka një shpërthim të rrjetit sa herë që ta të dy kanë diçka të bukur midis vetit, siç ishte ky përqafim i zjarrt, i ngrohtë edhe i afërt. Kjo do të thotë që akujt nga ana e Brikenës po shkrihen, qoftë edhe nga një lloj xhelozie që tani më i është shtuar me provokimet që i po i bën Edisa, banorja më e re e shtëpisë që u bashkua formatit të shtunën, dhe sigurisht ngacmimet që ajo ka pasur qoftë me Brikenën, ato kunjat, por edhe ekspozimi i saj, një femër me hire bombastike dhe afrimin ndaj Mateos, edhe pse Mateo nuk ka sy as pak për dikën tjetër aty, por se për Brikenën ai ka cilësuar që fitoria e tij në këtë Big Brother është që të ketë një raport, një lidhje me Brikenën. Ai nuk e din morin e vëmendjes dhe mbështetjes maksimale që ka jashtë shtëpisë, por e ka kuptuar, besoj si CCK, që pothuajse 2-3 drona i shkojnë në ditë, siç ishte edhe një dron goxha i gjatë dhe goxha me dedikime, me një lloj afeksioni që fansat e tyre të zjarrt ja dërgojnë çdo ditë pothuajse në shtëpi. Duke u mbetur tek xhelozia, vura re një detaj mbrëm në atë festën e beqarisë që bëri Selin dhe Gimbo. Brikena u vesh me fustanin e verdhë, gjë që u komentuar dhe nga Joela, nga Rogerti, pra që një lloj xheloze që nuk ishte ajo që do të bëhet nuk se sonte, dhe pse Brikena e kishte mundësinë se nëse do të shpate kandidaturën pa diskutim, publiku do ta votonte atë dhe Mateon për të pasur ata dasma tradicionale që është bërë tani më e sa herë që ka Big Brother ka dasëm. Uroj që nuk do të jetë e fundit, pasi duhet edhe ndjekësit të gjithë dashamirësit, por edhe ata të dy të kenë një kujtim të bukur brenda shtëpisë, siç është dasma. Por të kalojmë një herë këtë të parën, Selin dhe Gimbo, pastaj të mendojmë për çiftin tjetër, Brikena dhe Mateo, dhe ka pasur një lloj ballafaqimi dhe Brikena me Edisën, me kunja, tek tuk do një fjalë jo të hishme nga ana e Brikenës për mollzat, për këtë gjë, por nuk më pëlqeu pse Selin ju qep sot dhe po i kërkonte llogari Brikenës se si ti mund të përdorësh këtë gjuhë me Edisën, kur ndërkohë Selin dhe kunata asaj e dashur Greta e kanë qelbur gojën në raport me Joelën. Faktet janë fakte, duhet i themi në tavolinë të vërtetat që janë, dhe nuk mund të kërkoj një lloj etike apo të japi mend se si të sillet me edukat Brikena Selin, ku ndërkohë fjalët denigruese, fjalët poshtëruese dhe fjalët lënduese, ajo ja thot pothuajse çdo ditë Joelës, edhe këtu nuk më pëlqeu pse kërkon të gricet Selin me Brikenën. E shikon, le të themi, si një lloj rivale, ka inate diku, apo pse flet qosheve
për Brikenën dhe nuk ja thot në sy. Nuk më pëlqeu kjo gjë që kishte Selin dhe pajtoa me komentet që ajo duhet të shijoj më shumë përgatitjet për dasmën se sa të orientohet në lojë apo të ketë konflikte apo situata konfliktuese dhe as pak të shëndoshta se janë pjesë e një grupi dhe pse Brikena është individuale këtë gjë e tregoi kur çoi edhe në nominim Gretën të shtunën e Prajmit. Një tjetër pikë e rëndësishme është ajo që ka treguar Rogerti duke thënë që Miri gëzoi që unë dola nga shtëpia. Po, mund të jetë vërtet, padyshim që Miri nuk ka askënd pranë zemrës aty, përdor vetëm situatën me Selin edhe një lloj komenti që bëri Rogerti që pse mban Selin syze ku përqafonte mbrëm në mesnat pas festës së beqarisë me Selin, pra Gimbo me Selin, dhe sipas Rogertit ajo i mban syt se do të shikojë Mirin, edhe Miri që i shkon buza sa ndej këtej, pra ende në ditën që po shkojnë pothuajse në të 80-ën, ende Miri ka si situatë dhe ka të, le të themi, organike në atë që ai bën, duhet patjetër të përmendi të flasi për Selin, po shikoj edhe me të tjerë që diskutonte afrimin, jo largimin, jo atë, jo këtë. Për mua e kam thënë për ditisatën herë dhe nuk guroj që ta them që Miri ka humbur në atë lojë, është për humbur dhe nuk po din më se ku është. Okej, është në pjesën e grupit që bëjnë dallavere dhe kanë këtë energjinë e keqe Juela, Rogerti dhe Miri, por ai si individ e ka humbur që kur nuk është shpallur më i preferuar, që kur nuk është shpallur më lider, pra nuk e ka atë peshen për qenë lider i një grupi që të ketë vota, se vetëm 2 vota ka të Rogertit dhe Juelës. Po edhe Rogerti i tha që Miri gëzoi, pra edhe foton e njëri tjetrit mund të mos e kenë, por sidoqoftë dinamikat në shtëpi janë të pandashme me ato gricjet që janë shumë të lodhshme dhe për audiencën, publiku do diçka natyrale dhe të natyrshme nga banorët dhe jo gjithmonë me tendencën për ta bërë provokimin për lojë, për ta nxitur, siç po e bën Rogerti sërish me Nikol, dhe kjo që pati një lloj lëshimi dhe një lloj rënje direkte duke mos e mbajtur të gjithë ngacmimin që po i bënte Rogerti. Tani në ato lojë jemi, ngacmimet, provokimet në kuadër të lojës që nuk e dëmtojnë personin si individ, por vetëm ka një lloj provokimi të nervave, sigurisht që është e planuar dhe është normale që të ndodhi në atë shtëpi. Nuk e pash, besoj që banorët nuk dinë se si të cilën kundër përveç se mlefosjes edhe që të shpërthejnë në lot. Duhet të gjejë një taktik, edhe taktika vetme është injorimi, pasi aty do të xhindoset më shumë Rogerti dhe do të shkel në kallon e zezë që mund ta nxjerrë nga shtëpia nëse duan vetë banorë që ta nxjerrin nga shtëpia dhe të mos e mbajnë atë enda brenda lojës, duke krijuar dhe duke dashur edhe situata me të përhirtës së vërtetës gricen edhe ata. Por sidoqoftë lufta që ka Rogerti me Mateon ka të përfshirë sigurisht edhe ndjekësit e këtij të fundit që janë aty për të komentuar dhe për të ndarë çdo detaj, edhe pse siç lexova dhe pash disa video që Mateo sot nuk është mirë me shëndet, por sidoqoftë një përqafim me Brikenën, atë e gjallë në lojë dhe bën më aktiv. Pak a shumë ky ishte edhe Troçmi Redin për dinamikat më të fundit në shtëpi. Do doja të dija edhe komentet e juaja dhe më kryesorja mos harroni të bëni subscribe dhe kanalit ton Koha Jon në YouTube.